Mendoj që duhet merret shumë seriozisht sepse uh, Nigeria në një farë mënyrë nuk është një shtet i fortë, nuk ka se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë problem të bombardojnë një shtet fragjil si Nigeria, por ai që po ndodh në fakt atje nuk ka marrë fare vëmendjen e publikut, në një kohë kur publiku me të drejtë ka folur për gjenocidin në Gaza apo dhe ngjarje të tjera që kanë tronditur konsciencën kolektive të njerëzisë, të humanitetit. Normalisht askush nuk ka folur për faktin për shkak që janë vrarë 500.000 nigerianë në 10 vjet e fundit, mesataj 50.000 nigerianë të krishterë në vit nga milicit terroriste islamike, Boko Haram, po dhe organizata tjera ekstremiste fundamentaliste islamike, të cilat vrasin të krishterë për mëngjes drejt dhe darkë dhe në një kohë kur elitat liberale globaliste, të cilës qytetisht i përkasin të njëjtës etni, po është mohabet tjetër, nuk kanë folur kurrë për këtë gjë. President Trump kuptohet, mendon që të krishterët, si të gjithë njerëzit e tjerë kanë të drejtat e tyre, duhen mbrojtur. Në momentin kur ti po kryen gjenocid dhe sfastrim etnik në tyre, duhet të ndërhyjë ushtarakisht, siç presidenti Clinton në mënyrë shumë të drejtë bombardoi Beogradin dhe instalacionet serbe në Kosovë në vitin 1999 për të ndalur sfastrimin etnik dhe të famshmin operacionin Patkoi të Miloševićit në Kosovë, dhe president Trump po ndalon në Patkoin e Boko Haramit ndaj të krishterëve në Nigeri. Kësaj e shoh si një zhvillim shumë pozitiv. Qartë. Një çështje tjetër shumë e rëndësishme, Ruel, po ndodh brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe më saktësisht brenda kampit të djathtë, brenda republikanëve. Kemi një përplasje e cila edhe mund të ishte parashikuar në fakt prej kohësh mes, po themi, dy rrymave të mëdha që ka po themi Partia Republikane nën po themi udhëheqjen e presidentit Trump. Le të them një përplasje midis një rryme që përfaqësohet nga Tucker Carlson dhe një rryme tjetër që përfaqësohet nga Ted Cruz. Është rryma e lobuar edhe nga komuniteti hebre, po themi në Partinë Republikane. Çfarë është kjo përplasje? Mund të më shpjegosh pak më gjatë? Shikoj, ideologjikisht është një përplasje shumë interesante që ka ekzistuar gjithmonë në fakt brenda kampit republikan, por tani në një farë mënyrë ka dalë në sipërfaqe dhe është bërë shumë e fortë. Po në fakt e kam krahasuar edhe me përplasjen që Partia Demokratike pati në vitet 2021-2023 ku qartësisht u duk që kampi i zotit Berisha dhe kampi i zotit Basha e urrënin aq shumë njëri tjetrin për kaq shumë kohë, sa që tani që ndodhi diçka në një farë mënyrë gjërat dolën në sipërfaqe. Kështu është dhe kjo në Partinë Republikane, kemi dy rryma ideologjikisht të kundërta me njëra tjetrën në raport me një nish politik, me foreign policy, me politikën e jashtme, dhe ato janë neokonservatorët dhe paleokonservatorët. Neokonservatorët, ku futet senatori Ted Cruz, senatori Randy Fine, senatori Lindsey Graham, Ben Shapiro, janë rryma politike në fakt që mendojnë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet përfshihen në luftra për të prapur demokracinë, për të ruajtur interesat e veta, për të dhe në një farë mënyrë e vënë Izraelin në qendër të politikës jashtme amerikane si aleati kryesor dhe si aleati që nuk mund të diskutohen kurrë vendimet dhe kërkesat. Kjo është rryma neokonservatore. Rryma paleokonservatore ose izolacioniste është ajo rryma më shumë e përfaqësuar nga influencerat, nga Tucker Carlson që është një gazetar i njohur, kemi Nick Fuentes, një prej personalitetetve më të reja në të nacionalizmit amerikan, kemi kongresmenen Marjorie Taylor Greene, të cilët mendojnë që SBA ka bërë shumë për Izraelin, ka humbur shumë nga Izraeli, shumë para, shumë trupa, ka vrarë shumë njerëz për Izraelin dhe që Shtetet e Bashkuara të Amerikës tani ka arkuar të fokusohen në aferat e tyre të brendshme. Në një farë mënyrë është kjo betejë shkruar dhe se si përballemi America First dhe America Only. Pra America First janë neokonservatorë dhe America Only, vetëm Amerika, që janë paleokonservatorët, ka të tjerë që e shtrojnë në prizmin Israel First apo America First. Domethënë neokonservatorët janë Izraeli i pari, në kohë që paleokonservatorët ose tradicionalistët, izolacionistët janë për Amerikën të parën. Kështu që kjo në fakt unë mora shkas fakt për folur edhe për këtë sepse ajo Republican Jewish Congress, Kongresi i Hebrejve Republikan, Republican Jewish Conference, konferenca e Hebrejve Republikan, pati një takim ku Ted Cruz, Lindsey Graham, senatori Randy Paul e tjerë sulmuan në mënyrë të afërt, të drejt për drejt, Tucker Carlson duke i quajtur antisemite për madhe Amerikë, sulmuan Nick Fuentes duke i quajtur adhurues të Hitlerit dhe nazist. Domethënë një kohë kur demokratët, liberalët kanë një luftë të brendshme brenda tyre për të marrë mbrapsht identitetin nga kabali woke, tani sheh një betejë tjetër brenda partisë në pushtet, brenda kampit republikan,
për mbështetjen që Amerika duhet japë ose jo ndaj Izraelit dhe për kontrollin që lobi hebrejk ka mbi Amerikën dhe politikën e saj. Qartë, do të kthehemi pas pak tek Partia Demokrate, sepse dhe aty ka një luftë brendshme dhe ka një përpjekje, siç e theti, për të rifituar identitetin e tyre, po cili është identiteti i tyre, lind pyetja. Do të flasim pak më vonë, unë dua të shkoj pak tani me ty në Malajzi, aty ku presidenti Trump ka takuar presidentin e Brazilit Lula. Në fakt janë dy udhëheqës të dy superfuqive, po themi, patjetër Brazili është superfuqi rajonale aty ku është, dhe duket sikur tensionet mes tyre janë paqtuar, Ruel. Pra nuk janë më ato tensionet verbale që pam pak javë më parë midis dy presidentëve. Dhe kanë arritur dhe një marrëveshje e cila mund të fuqizojë, po themi, tregtin mes dy vendeve. Po patjetër ka një marrëveshje tregtare midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Brazilit. Takimi në Malezi në fakt nisi me një farë mënyre dëshirën dhe qëllimin e presidentit Trump për të vendosur një paqe midis dy vendeve që në fakt ne kemi të dëgjuar, por nuk e kemi ditur kur që janë konflikt me njëri tjetrin, Kambodja dhe Tajlanda, dy vende të cilat kanë qenë në luftë me njëri tjetrin, konflikt rajonal dhe territorial me njëri tjetrin, por që nënshkruan një marrëveshje paqe të mediuar nga presidenti malezez, nga presidenti i Malezisë, se thash Malezi është shtet që s'ka lidhje. Shtet pa vlerë, por presidenti i Malezisë dhe presidenti Trump për një paqe midis Kambodjës dhe Tajlandës, dhe pastaj ky summit vijoi me takimin e Trumpit me Lula, me presidentin leftist majtist të Brazilit Lula, ku firmoshin marrëveshje tregtare. Gjithashtu u pa një takim i Trumpit me kryeministin e Koreas së Jugut. Shiko, si gjykojmë këtë takimin Trump-Lula? Ne shohim, e kam përmendur disa herë, por do veta përmend për interesin e publikut, doktrinën Monroe të presidentit 4 apo 5 të Bashkuar të Amerikës, James Monroe, i cili tha nuk do merrem me botën, do merrem me hemisferin perëndimor, dhe në atë kohë konteksti ishte që fuqitë koloniale europiane kërkonin të mbanin atë gripin e tyre, atë fuqinë e tyre mbi hemisferin perëndimor, dhe ishte Monroe që tha jo, Amerika është sovrani i hemisferit perëndimor. Kjo situatë është pak a shumë e ngjashme, sepse tani më Rusia dhe Kina kanë aleate dhe proksi qoftë Kubën, qoftë Venezuelën, qoftë Kolumbin, narkoshtete komuniste, dhe president Trump ka një stand shumë të fortë në tyre, domethënë e ka konsideruar presidentin Gustavo Petro të Kolumbisë një narkoterrorist, ka bombarduar disa varka me drogë që kanë ardhur nga Venezuela dhe madje ka autorizuar lehtësinë të nisë një operacion ushtarak në Venezuelë që është pa precedent, ka kërkuar kontroll të plot kanalit Panamas, sepse sipas tij kanali Panamas, edhe pse në mënyrë de jure operohet nga qeveria Panamas, de facto është në kontroll në kompanive kineze, sigurisht përbën një rrezik të drejtë për drejtë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kujtojmë atë që the Cuban Missile Crisis, pra kriza e raketave të Kubës në vitin 1962, ku në Kubë vendosën raketat sovjetike dhe rreziku një konflikti bërthamor midis SBA-ve dhe Bashkimit Sovjetik në atë kohë u ishte shumë i madh derisa u arrit një marrëveshje për denuklearizimin e Kubës. E kësaj për çështje sigurisë kombëtare, por edhe çështje ambicje, SBA kërkon hegemoni të plotë në hemisferin perëndimor dhe bën shumë mirë në fakt. Kështu që ti ta kesh hegemoni të plotë, duhet të marrësh mirë me shtete të mëdha, fuqi tregtare siç Brazili. Pra, në fakt ideja nuk është se diktatori i Venezuelës është narkokomunist apo presidenti i Kolumbisë është narkokomunist. Ideja është që Shtetet e Bashkuara duan t'i kenë nën kontroll këto vende. Janë apo si janë ata komunist apo narko? Ato mund të jenë të dyja, pra ti do t'i kesh në kontroll, por në anën tjetër ke të bësh me një arsye pse ti ndërhyn nuk është thelbi këtu. Thelbi është që ti ke një narkoterrorist, siç është Nicolas Maduro, dhe ke një shoh Venezuelën, nga Venezuela ka 7 milionë njerëz, inflacioni është në kushtet më të vështira, njerëzit pahan nga plerat aktualisht në Venezuelë për shkak të politikave socialiste dhe shtetëzuese të zotit Maduro. Pastaj çfarë qëllimi ka Amerika mund të ketë shumë qëllime, përfshirë atë që thua ti, që unë e thash dhe vetë. Por kjo nuk redukton faktin që këta diktatorë janë në kërcënim për gjithë rajonin. Qartë. Mirë, dua të flasim pak të rikthehemi pak tek në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse kemi një zhvillim shumë të rëndësishëm, Ruel, po ti rikthehemi asaj që thash pak më herët. Partisë Demokrate
qytetit e New Yorkut kemi zgjedhjet për kryetarin e bashkisë, ku duket se kandidati i demokratëve Zoran Mamdani do ta fitojë bashkinë e New Yorkut, aty ka dhe kandidatë të tjerë në garë. Çfarë mesazhi politik është ky? Është një mesazh i drejtë për drejtë, po themi, kundër presidentit Trump dhe një mesazh i drejtë për drejtë gjithashtu që ringre Partinë Demokrate pas humbjes në zgjedhjet presidenciale? Nuk e mendoj kështu sepse çdo kandidat demokrat do ta fitonte New Yorku. New York është në një farë mënyrë një stronghold i Partisë Demokrate, i liberalizmit botror, i një farë mënyrë Amerikës liberale, është një për qyteteve më kozmopolitane, më multikulturore, e rrjedhimisht më liberale në botë, të majta në botë, s'ka diskutim. Kështu që nuk është se fitoria Mamdamit trondit administratën Trump, thjesht ajo që nga ka mua pak nuk ka pëlqyer që tani më kryeqendra e kapitalizmit botror, që tjetër që u prit për kapitalizmin dhe që simbolizon ato të mira që kapitalizmi ka sjellë botë, jo të këqija, do të kontrollohet nga një individ që flet për supermarkete nga shteti, që flet për ngrirje të qerave, që flet për shime tavan, që flet për punëtorët që duhet kontrollojnë mjetet e prodhimit, që thotë që s'duhet të jetë miliarder, që është një retorikë komuniste, nuk është socialiste, është komuniste, sepse ne dimë mirë që socializmi dhe komunizmi nuk janë ide që kuptohet. Kështu që unë mendoj që Zoran Mamdani është rrezik për New Yorkun, por nëse New Yorkers ka ndarë mendoj që do të ndjekin ato rrugë, ta provojnë dhe mendoj që nuk do t'i shkojë mirë sepse ka një gjë të legon. Edhe duhet të thënë kjo vendon. Fitoria e Mamdamit dhe ngritja në popularitet e politikanëve siç është Mamdami apo AOC Alexandria Ocasio-Cortez, po ashtu që kongresmeni nga New Yorku apo dhe senatorit socialdemokrat Bernie Sanders, nuk ka ardhur në një vakum. Është produkt në fakt i dështimit të viteve të politikave neoliberale, të regjimit neoliberal në Amerikë, sepse pavarësia është rritur, rrogat në Amerikë janë stagnante, kostot janë rritur. The affordability crisis, pra kriza e blerjes së shtëpive, është bërë pamundur të blesh një shtëpi në këto qytete amerikane. Qeraja, unë po fisha një shok që më thoshte qera 4.500 euro, $4.500 në muaj do të ndash shtëpinë me 10 veta që të paguash $400 tënd. Pra, kjo është produkt i drejt për drejt i sigurisht edhe politikave intervencioniste të shtetit me rent controlin apo dhe me fryrën e kosteve për shkak të taksave të larta dhe regulacione, por mbi gjitha në momenti ku ti përqendron pasurinë në 4-5 duar, ti e dëmton tregun, ti e shkatron tregun dhe ti e bën të pamundur për klasën e mesme, për konsumatorin, për blerësin që të jetojë një jetë të dinjitetshme. Kjo është arsye për shkak pse edhe presidenti Trump ka ndjek politika që e kundërshton status quo libertarian apo neoliberale që ka ekzistuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për vitesh, duke vënë tarifa ndaj produkteve të huaja, duke bllokuar punësimin e punonjësve të huaj në SBA etj. Pra ka ndërmarrë masa të cilat janë masa të forta. Zakonisht ajo që ne jemi mësuar të shohim tek politikanët e të majtës liberale, qoftë në Shtetet e Bashkuara Ruela, apo qoftë edhe në Evropë, historia na e ka mësuar këtë, është që pavarësisht të retorikës që mund ta kenë socialdemokrate ose socialiste, madje edhe komuniste ndonjëherë në disa element, sapo vinë pushtet ata bëhen neoliberal. Si me magji. Mendojnë që do të jetë edhe ky rasti i Mamdanit, apo ai do të qëndrojë, mendon ti, ai sa ti e ke ndjekur si figurë, do të qëndrojë, po themi, disa nga piketave të veta të forta në ligjërim. Nuk mendoj që do të qëndrojë piketa të veta të forta, sepse Amerika është një regjim korporatist. Korporata ka një fuqi të madhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndryshim nga Kina që i kanë kontroll korporatat veta nga Partia Komuniste Kineze, apo dhe Rusia ku oligarkat janë komplet në kontrollin e pushtetit politik. Në Amerikë është e fundta, pushteti ekonomik, para e kapitali i madh që e përmendur në ato shkrimet e mia, kontrollon politikën, kështu që ai sistemi checks and balances, ndarjes së pushteteve. Pushteteve që janë të barabarta dhe që kontrollojnë njëra tjetrën, sigurisht që e bën të vështirë edhe reformimin struktural ekonomik. Në ana tjetër, unë mendoj që kjo është gjë e mirë, sepse nëse bëhen ato reforma që kërkon Mamdami të bëjë, New Yorku do jetë vetëm siç është tani. Kështu që pavarësisht se ne s'na pëlqen rendi neoliberal, dhe mendoj që rendi neoliberal është dogmatik edhe përdorur për pasurur 4-5 njerëz, edhe kushtet e anasjell këtij rendi, që është një rend komplet socialist, ose një rend ku shteti bëhet shumë i madh në mbyt sipërmarrjen private dhe ai nuk është një rend i mirë. Por është vërtet ai që thua ti që lobet janë të fuqishme, paraja është e fuqishme, donatorët janë të fuqishëm në Amerikë,
korporatat kanë jashtëzakonisht shumë fuqi dhe këto ndryshime strukturale ekonomike të natyrës së reformave të Obamës në bankave në vitin 2008 apo asaj që The New Deal, marrëveshja e re e presidentit Franklin Delano Roosevelt, janë shumë vështira dhe vinë shumë rrallë. Domethënë, unë historia e Amerikës njoh në fakt po them 4 president progresist në aspektin ekonomik. Kemi Theodore Roosevelt i vitit 1990, kemi Franklin Delano Roosevelt i partisë tjetër, kemi Obamën e mbas 2008 dhe unë do fusha edhe Trumpin në fakt, sepse ai ka ndërmarrë disa iniciativa për blerjen e një stake e disa aksioneve të Intelit, kompanisë së çivave nga qeveria amerikane, për kontrollin e manufakturës së dronëve të Lockheed Martin, një kompani private që prodhon dronë nga qeveria amerikane, që